Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Kundër të tjera, sot do të ndiqni. Në një kthes të habitshme, Shqipëria nuk është më vetëm destinacion turistik. Nëse dikur shqiptarë shkonin drejt Zvicrës për një jetë më të mirë, sot zvicerianët po bëjnë rrugën e kundërt. Tobi Gessler nga Zvicra erdhi para 14 vitesh si turist, por prej 12 vitesh jeton në Shqipëri ku punon si operator turistik duke udhëhequr vizitor në destinacionet më të bukura të vendit. I mahnitur nga vizita e tij e parë në Memaliaj, Lorenz Wall, turist gjerman, ka vendosur të rikthehet për një vizitë 2 javore për të eksploruar më në detaj të gjithë zonën dhe bukuritë e saj natyrore dhe historike. Memalia, një qytet i vogël por me tradita dhe peizazhe të veçanta, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor, ku vetëm këtë vit ka mirëpritur rreth 44.200 vizitor, një tregues i qartë i rritjes së interesit për këtë destinacion. Turizmi në Sarand po tregon shenja të forta rritje gjatë 365 ditëve. Këtë vit turizmi vjeshtës në perlën e jugut po rritet me grupe turistësh të organizuar kryesisht nga Greqia dhe Skandinavia, që vlerësojnë qetësinë dhe natyrën tërheqëse të qytetit. Ndërkohë që autoritetet portuale raportojnë një rritje prej 15.3% të vizitorëve në tetor krahasuar me të njëjtin muaj të 2024-s. Në teatrin Zinisako në Gjirokastër u shfaq komedia e martuar me një të panjohur, një mbrëmje plot humor, energji dhe të qeshura. Në regjin Aleksandër Kondit, aktorët sollën një interpretim të gjallë e plot ritëm, ndërsa publiku reagoi me duar trokitje të shumta. Një shfaqje që dëshmon se teatri mbetet vendi ku argëtimi dhe reflektimi ecin bashkë. Ju njohim tani më gjerësisht. Në një kthes të habitshme, Shqipëria nuk është vetëm një destinacion turistik. Nëse dikur shqiptarët shkonin drejt Zvicrës për një jetë më të mirë, sot zvicerianët po bëjnë rrugën e kundërt. Tobi Gessler nga Zvicra erdhi para 14 vitesh si turist, por prej 12 vitesh jeton në Shqipëri ku punon si operator turistik, duke udhëhequr vizitor në destinacionet më të bukura të vendit. Babaja është zvicera, mamaja është anglez, por unë jeton për 12 vit, jeton në Shqipëri, jeton në Tiranë, tani për 12 vit. Edhe për këtë arsye ka mësoj shqip. Mes mikpritjes përmetare, takojmë një zviceran që nuk u kthye më në vendin e tij. Tobi Gessler erdhi si turist, por dashuria për Shqipërinë e bëri të marrë këtë vendim. Sot, ai është një nga ata të huaj që përveç se quan vendin ton shtëpi, ndihmon të huajt që të zbulojnë thesaret natyrore dhe kulturore të vendit ton. Jam herë parë këtu para 14 vit me çanta, turista me çanta, vetë kurioziteti. Edhe po, është eksperiencë shumë bukur, është fillimi paksi dashuron me Shqipëri. Edhe pastaj kanë ardhur para 12 vit për puna, për punën zhvillimit të ndërkombëtar me një shoqata zviceran për projektit e zhvillimit, po. Edhe por pastaj ka filluar me punë turizm, edhe tani punon komplet në turizm. Jam stabilizuar edhe kam qef edhe jeta fluturon edhe pse jo 10-20 vit më shumë. Për të, përshtatja nuk ka qenë e vështirë, pasi siç thot vet, njerëzit këtu ja kanë bërë më të lehtë qëndrimin. Është një gjuhë pak vështirë, por të gjithë të tjerat shkon mirë, sepse shqiptarët ka shumë mikpritje, janë për një huaj jemi privileguar në Shqipëri, mendoj, sepse është populli but, populli me mikpritje, ose për mua është eksperiencë shumë bukur. E shkruani gjuhën shqipe? Ka rrallë një arsye për shkruaj, por mendoj është pak njësoj si gjuhet, si flet, edhe pastaj po, si fol. Jam i beqar. Do i pëlqente që të kishit një partner shqiptare? Për mua nuk është rëndësishme nga ku është partneri. Po e konkretisht nga Shqipëria? Më pëlqen shumë lirijat, në fund jam shumë individualist edhe. Këtu është shumë kulturat e familjes, është bukur, por edhe është pak ngushtë për mua, pak ka nevojë për shumë lirija. Sot jam këtu, nesër jam këtu. Edhe është pak ka një limit, mendoj, brenda kulturës së Shqipërisë me këtë mentaliteti. Vitet e fundit, gjithnjë më shumë të huaj si Tobi, po zgjedhin Shqipërinë jo vetëm për ta vizituar, por edhe për të jetuar e punuar këtu.
I mahnitur nga vizita e tij e parë në Memalia, Lorenz Wall, turist gjerman, ka vendosur të rikthehet për një vizitë 2 javore për të eksploruar më në detaje të gjithë zonën dhe bukuritë e saj natyrore. Memalia, një qytet i vogël, por me tradita dhe peizazhe të veçanta, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor, ku vetëm këtë vit ka mirëpritur rreth 44.200 të tillë, një tregues i qartë i rritjes së interesit për këtë destinacion. Turisti gjerman Lorenz Wall është rikthyer për herë të dytë në Memaliaj, ku do të qëndrojë 2 javë për të eksploruar më tej bukuritë natyrore dhe traditat e qytetit. Ai tregon se vizita e parë i la për shtypje të thella, ndërsa kjo e dyta është mundësia për të njohur më thellë kulturën dhe mikpritjen e banorëve vendas, si dhe asetet turistike që ofron ky qytet. Second time I was here for 2 years. Gjatë vizitës time të parë, u magnita nga natyra dhe mikpritja e njerëzve këtu. Kësaj radhe vendosa të qëndroj 2 javë për të njohur më thellë kulturën dhe traditën lokale. Çdo rrugicë e qytetit më duket e veçantë, dhe çdo takim me banorët më bën të ndihem si në shtëpinë time. Natyra këtu është e mrekullueshme. Malet, lumenjtë dhe peizazhet e gjelbëta më japin qetësi dhe energji pozitive. Do të këshilloja çdo turist të marrë kohën për të eksploruar gjithçka që ofron kjo zonë. All things they need. Sipas specialistes së turizmit në Bashkinë Memaliaj, Vjosava Balliu, vizitat e turistëve të huaj po rriten gradualisht çdo vit. Gjatë këtij viti kemi patur një rritje progresive të numrit të turistëve. Kjo fal edhe atraksioneve që ne kemi në bashkinë tonë. Që kemi shkëmbin e bardhë, kemi bujtinat brenda një qytet dhe në zonat rurale që janë më të frekuentuara. Kemi dhe muzeun e qytetit etnografik dhe ato të minierës, të cilët kanë arritur një numër të lartë vizitorësh. Të gjithë këta që vinë për muzeun, sidomos për atë minatorin, janë të interesuar për vlerat që kemi kaluar, edhe pse mi tani në vjeshtë kemi patur një numër të mirë vizitorësh, të cilët kanë qenë deri në 8.000 për këtë periudhë, vetëm për këto 2 muaj, vendas dhe të huaj. Nga fillimi i vitit 2025 e deri tani, numri i vizituesve në qytet ka arritur në 44.200, një tregues i qartë i rritjes së interesit për këtë destinacion. Turizmi në Sarandë po tregon shenja të forta arritjeje gjatë 365 ditëve. Këtë vit, turizmi i vjeshtës në Perlën e Jugut po rritet me grupe turistësh të organizuar kryesisht nga Greqia dhe Skandinavia që vlerësojnë qetësinë dhe natyrën të rrejtëse të qytetit, ndërkohë që autoritetet portuale raportojnë një rritje prej 15.3% të vizitorëve në tetor, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2024. Përderisa moti edhe në nëntor në Sarandë vjonti për ngjaj një pranvere, kjo ka favorizuar pranin e turistëve të vjeshtës. Këtë prezencë kreu i turizmit Arben Çipa e lidh me operatorët turistik që vjojnë të organizojnë grupe turistike, nga të cilët veçohen ata që vinë nga Greqia si dhe skandinavët, që gjejnë relaksin dhe ofertën e qetësuar turistike në një natyrë tërheqëse. Është një vjesht ashtu si kurse moti po mban bukur dhe mirë, edhe lëvizja turistike, sidomos ajo në mënyrë të organizuar e operatorëve turistik, duket sikur është prezente dhe përveç se kaq, shohim edhe turistë sidomos nga shteti grek, të cilët vinë si grupe të vogla, të cilat duket sikur kanë një lidhje dhe një kurreshtje me Sarandën, për ta vizituar për herë të parë. Duke bërë vlerësimin e fashës së lartë të kësaj vere, Çipa shprehet i rezervuar duke thënë se nga momenti që turoperatorët mendojnë se janë mirë, këtu lind problemi, pasi tregon se organizimi turistik ka gjetur qetësinë, kur duhet aktivizuar çdo shqis për vimësi të mirë. Në momentin që gjithë ne operatorët, individët, hotelierët e tjera, shprehemi dhe themi ishim mirë si vjetë, nga ky moment duhet filluar kujdesi. Aty ku ndihemi mirë, është normale që trupi, organizmi turistik fillon edhe gjen një qetësi edhe bie në një, le të themi, qetësi sigurie. Në fakt aty nuk duhet ketë qetësi. Aty duhet aktivizuar gjitha shqisat për të
ekzekutuar vazhdimsinë e sezonit, pra të muajit gusht, muaj shtator, dhe për të bërë gati për vitet pasardhëse. Ai flet edhe për kontratat që janë finalizuar për vitin e ri turistik 2026. Kontratat për vitin pasardhës, pra për 26-ën, në këtë moment janë finalizuar, duket sikur situata do të jetë e njëjta me 2025-ën, por për turistat e pavarur, gjykoj edhe nga konsultimet që kemi dhe komunikimet me gjithë operatorët e tjerë, duket sikur kemi hyrë në një fazë ku klientela ka ndryshuar pa e kuptuar. Për shtimin e pranisë së turistëve të kësaj vjeshte në Sarandë, tregojnë edhe shifrat e raportuara nga porti turistik, referuar atyre, rezulton se gjatë muajit tetor pati një prurje 15.3% më shumë se tetorin e 2024-s. Prej 7 muajsh ajo është vendosur në qytetin e saj të lindjes për t'ju shërbyer bashkëqytetarëve të saj si mjeke e familjes. Për Neko Rabajn, vendimi për t'u larguar nga kryeqyteti ishte profesional, ndërsa siç shprehet ajo, mjekësia nuk është diagnozë, por përgjegjshmëri dhe empati. Është një nga mjeket e reja që është bërë pjesë e sistemit të shëndetit parësor në Gjirokastër. Neko Rabaj kthehet nga kryeqyteti pas disa vitesh eksperiencë në qendrën spitalore Nën Tereza për ta ushtruar profesionin e saj në vendlindje. Sot ajo është mjeke në shërbim të banorëve të dy fshatrave të Dropullit, Dervician e Goranzi. Në një rrëfim të shkurtër për televizionin ton, 31 vjeçaria na tregon pse zgjodhi mjekësinë dhe sfidat e saj në profesion. Cili një dëshira juaj për të bërë mjeke, për të vazhduar pra për mjekësi? Si ka ardhur kjo te ju? Që në fillim unë kam konsideruar mjekësinë si një profesion me përgjegjësi dhe mision. Më ka tërhequr ideja e dijes dhe e përkushtimit të njerëzve. Kryesisht, konkretisht, me një fjalë, kujdesi dhe sigurimi në momentet më të vështira të jetës së tyre. Pra, ky është motivi që mua më ka orientuar, me një fjalë që më ka udhëhequr në profesionin tim, në rrugëtimin tim profesional. Unë nga qyteti im i Gjirokastrës jam larguar në vitin 2010, ku kam vazhduar arsimin e mesëm dhe të lartë në kryeqytetin e Tiranës. Ku e ushtruat profesionin për herë të parë? Përvoja ime e parë profesionale ka qenë në qendrën spitalore Nën Tereza, në pavionin e urgjencës, ku aty ka qenë fillimi i të qenit mjek për mua. Ka qenë një rastësi shumë e madhe, sepse jam rastisur me shumë patologjira, me shumë raste, se urgjenca është një pavion i cili ka shumë vëshmërinë e rasteve, është shumë faktorial dhe aty me një fjalë ka qenë sfida ime e parë e jetës time dhe atje jam ndier vërtet që unë kam një përgjegjësi të madhe, një përkushtim ndaj komunitetit. Më pastaj vendosa të shkëputesha, pasi e ndjeja veten që kisha marrë një aftësi të konsiderueshme profesionale. Aftësia nuk ka fund, por unë e ndjej një aftësi të konsiderueshme për të vazhduar më tej dhe për të dhënë kontributin tim në komunitetin tim në qytetin e Gjirokastrës. Pas kësaj eksperience, pse vendosët të ktheheshit në Gjirokastër? Nuk ka qenë një vendim i rastësishëm, ka qenë një vendim profesional. Duke marrë parasysh që Tirana është një vend i cili ka dhe burime të mëdha dhe mundësi të mëdha, por nga ana tjetër, duke marrë parasysh që rrethet, për shembull qyteti im Gjirokastra, kanë nevojë të madhe, pra kanë një nevojë shumë të madhe për kujdesin shëndetësor. Qendra shëndetësore, me një qendrë shëndetësore, mjeku ka një rol të gjerë. Do me thonë, përveç faktit në trajtimin e pacientit në kujdesin e tij, ai shërben si këshillues, shërben si motivues, shërben gjithashtu faktor komunitar. Pra për mua është një kënaqësi, një privilegj që të kontribuoj në kujdesin shëndetësor, pasi shëndeti, me një fjalë, është hapi i parë i shëndetit të komunitetit. Punoni në një zonë minoritare. Cila është sfida juaj? Këtu unë jam në qendër, punoj në qendrën shëndetësore Dervician, Goranzi.
Është një popullatë konsiderueshme për mua. Rastet janë të shumta, por kryesisht kemi raste të moshave të treta. Patologjitë janë të ndryshme, duke filluar nga diabeti mellitus, nga hipertensioni, insuficiencat kardiake, edhe kështu me radhë. Kontributi im është i mirë. Sfida më e madhe që unë ndesh në këtë profesion është një balancë midis rritjes së kërkesave dhe burimeve të kufizuara. Por falë përkushtimit, falë edhe ekipit tim të postaçëm, stafit të mirë që unë kam, dhe bashkëpunimit me pacientin, kjo gjë arrit në sukses. Pra, mjekësia nuk është vetëm një dije, mjekësia është empati, mjekësia është aftësia për të mbrojtur dhe për të shërbyer njerëzve. Pra, është përtej diagnozës. Milos unë gjithmonë citoj një nga shprehjet e mia që kam shumë qef ku thotë mos në çdo diagnozë mos kërko vetëm më fjalë kërko njeriu, jo vetëm sëmundjen. Është një shprehje që unë e kam gjithmonë në mendje dhe e pëlqej shumë. Për mua shumë domethënëse. Një mesazh ndoshta për të gjithë ata të rinj që janë pjesë e sistemit shëndetësor apo kërkojnë të bëhen. Mesazh motivues për të gjithë të rinjt që janë pjesë e sistemit shëndetësor. Unë kam qenë vetë studente dhe sot jam një mjeke dhe do vazhdoj akoma, kam shumë punë për të arritur aty ku duhet, sepse mjekësia është e pafundme. Patologjitë janë gjithmonë në vazhdimsi, koha evolon, teknologjitë evolon, çdo gjë bëhet më thjesht, por ajo këshill që unë dua t'i jap të gjithë studentëve të mjekësisë dhe gjithë sistemit shëndetësor, ne kemi një profesion fisnik. Duhet ta bëjmë me ndërgjegjje dhe me përgjegjësi të madhe. Sepse në fund të ditës është më i mirë morali që neve marrim nga pjesa e të ndjerit mirë dhe të shpëtuar një jetë. Vlen më shumë se çdo gjë. Ende në qendrat shëndetësore në rajonin e Gjirokastrës vazhdojnë të japin kontributin e tyre mjek që e kanë kaluar moshën e pensionit si pasojë e mungesës së profesionistëve të rinj. Neko Rabaj është një shembull i mirë për të gjithë të rinj që dijet e tyre t'i vendosin në mbarvajtjen e shëndetit të bashkëqytetarëve të tyre. Bashkia me Maliaj përmes fondit 6% vijon të ofrojë ndihmë ekonomike për familjet në nevojë. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë kësaj periudhe rreth 200 persona kanë përfituar nga kjo skemë, një tregues i vështirësisë ekonomike që shumë familje vazhdojnë të përjetojnë. Bashkia me Maliaj vijon të mbështes familjet në nevojë nëpërmjet ndihmës ekonomike. Sipas të dhënave zyrtare gjatë kësaj periudhe, është vërejtur një rritje e numrit të përfituesve, çka lidhet edhe me vështirësitë ekonomike që po përballen shumë familje. Aktualisht nga kjo skemë përfitojnë rreth 200 persona. Bashkia me Maliaj ka vazhduar të mbështes familjet më në nevojë, duke i ofruar ndihmë ekonomike dhe ndihma të tjera të cilat janë nga fondet e bashkisë. Kemi pasur një rritje të numrit të familjeve që janë trajtuar me ndihmë ekonomike për shkak të mos punësimit, të nevojave të tyre, të kushteve shumë të vështira. Deri tani po trajtojmë rreth 200 familje në ndihmë ekonomike. Nga fondi 6% rreth 27 familje trajtojmë me ndihmë ekonomike. Autoritetet vendore theksojnë se mbështetja ndaj shtresave në nevojë do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm, me qëllim lehtësimin e barës ekonomike dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për familjet më të pamundura. Në përmet, ankthi dhe pasiguria kanë mbuluar 3 familje që presin prej muajshi një përgjigje. Brenda 2 viteve, 3 persona janë zhdukur pa lënë gjurmë në të njëjtin segment rrugor në aksin e vjetër Përmet Lëshic. Florida Çumani, bashkëshortja e njërit prej tyre, rrëfen dhimbjen dhe shpresën që nuk shuhet, duke kërkuar që hetimet të mos ndalen. Ajo thot se bashkëshorti i saj, Agron Çumani, doli për të marrë një analizë dhe nuk u kthye më. Kanë kaluar tashmë 9 ditë që nga momenti kur Agron Çumani, 66 vjeç, doli nga shtëpia me 4 nëntor dhe nuk u kthye më. Pavarësisht kërkimeve të vazhdueshme nga familjarët dhe autoritetet policore, ende nuk ka asnjë gjurmë mbi fatin e tij. Bashkëshortja Florinda Çumani, mes dhimbjes dhe ankthit të pritjes, shprehet se shpresa nuk është shuar, duke kërkuar që hetimet të mos ndalin. Në ora 11:20 pa qere kështu ka qenë,
vajti të merrte analizën, se vajti bëri një analizë, edhe nuk u kthye më. I tash, ik merr analizën dhe në shtëpi. Po binde dhe shia të ko, edhe s'u kthye më. Tash e mos ishte në mama e ti, edhe ati s'kishte vajtu. Në ora 5 e ca e mora bjerën në telefon, i tha që nuk ka ardhur fare ta djalita. Pastaj bëra lëvizjen, vajta tër qytetin kërkova, nuk e gjeta. Mora familjarët, njerëzit e mi, tër natën e natës, tër ditën, merdit e djali e kërkoj, një javë të tër. As një shenjë, as një gjë. Mbante telefon me vete? Jo, se kishte telefoni. Se po të ishte telefoni do gjendesh. Kërkuam nga nuk vam. Morëm edhe qenin, edhe qeni nuk bëri që nuk gjeti. Vajti në atë farvëndi që kishte kaluar ai, as gjë. Kur ishte here e fundit që ju vajtët dhe trokitët në derën e autoriteteve policore? Unë qatë ditë vajta, që në datën 4, të martën në darkë. Dhe më pas? Dolën direkt ata, kërkuan, për atë s'kam shtem. Po për gjatë ditëve të tjera? Edhe ditë të tëra, edhe dije këshin vajtur tutje në përfshatat e tjera këshin kërkuar. I bëj apel që të gjendet sa më shpejt, qartë të them. Gjallë dekur bol ta kesh. Ndërkohë, banorët e zonës tregojnë se e kanë njohur Agronin si njeri të qetë, punëtor, ndërsa shprehin edhe dyshimet e tyre mbi atë që mund t'i ketë ndodhur. Njeri në punën e vetë, në terezin e vetë, nuk ishte në atë gjendje sa t'i ikte dhe të mos kthej prapë. Është rasti i tretë dhe neve na ka hyrë një çik si kështu, se kemi që përmeti është qytet. S'kemi probleme, neve nuk i mbyllim dyert asnjëherë në shtëpi dhe tani na ka hyrë një çik si frikë, të them të drejtën, se janë rasti i tretë ky. Jo qetë fare, shumë mirë, në punë tia, në hallë tia. Mund të ketë një problem, ta zgjidhin e organit kompetent, nuk ka i them. Unë se besoj se ai mund të vinë në lumë, se në lumë vinë edhe këtu zgjidhen ndi. A ka që prallë dhe tim lidhën e ka pas në një. Nuk është e mirë, se njeriu del edhe në pyll për një thes dru, del edhe për një ashtu shqetësues është. Përmeti shqetësues me këto raste. Unë dyshoj se ka diçka që nuk shkon në përmet. Se s'është rasti që t'i japen 3 veta, mos thënë se është një kartë të nuk është rasti që 3 veta në përmet të zhduken pa marrë vese si ka mundësi si vetë. Ku dim që ne unë vete në batë që ja, ka ma një 2 pipere, ne na vjen frikë për vete tani këtej. Se morë frikë, ja, kam një javë në batë që sot vajta, së na e mbanë, kemi frikë. Si që dëgjua edhe nga dëshmit e banorëve, shpresa për 3 të humburit mbetet në duart të autoriteteve lokale. Zhvillimi i gjuhës dhe letërsisë shqipe nëpërmjet krijimtarisë së shkrimtarëve. Ishte kjo tryeza shkencore që u organizua në Universitetin e Gjirokastrës. Pedagogët të gjuhës dhe letërsisë prezantuan studime dhe reflektime mbi rolin e shkrimtarëve shqiptar si mësues të kulturës gjuhësore dhe krijues të fjalës artistike, duke theksuar rëndësinë që ka ruajtja e kësaj trashëgimie për brezat e ardhshëm. Në Universitetin e Qrim Çabej u zhvillua tryeza shkencore me temë zhvillimi letërsisë së gjuhës shqipe nëpërmjet krijimtarisë së shkrimtarëve, organizuar nga Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni. Ky aktivitet solli në vëmendje kontributet e jashtëzakonshme të figurave të shquara të kulturës dhe letrave shqipe, personalitete që përmes veprës së tyre kanë ndihmuar në formësimin e standardit të gjuhës dhe në pasurimin e trashëgimisë sonë kulturore. E organizojmë këtë aktivitet për të risjellë jehonën dhe punën e madhe që kanë punën e madhe pasionante të intelektualëve, të abdetarëve, të shquar, të cilët kanë kontribute të jashtëzakonshme dhe modele të përhershme për ne. Në trashëgiminë tonë intelektuale dhe kulturore janë gdhendur një mëri personalitetesh e figura të shquara, të cilët në jetën e tyre bën përpjekje të mëdhaja për gjuhën dhe kulturën në Shqipe. Për kushtimet e tyre, puna e tyre pasionante, e frymëzuar nga ndërgjegja abdetare, qytetare dhe nga ndërgjegja shkencore profesionale, kanë qenë dhe të mbeten modele të përhershme për të gjithë ne. Pjesë e kësaj tradite janë edhe veprat dhe kontributet e disa prej figurave të shquara të kulturës së letrave shqipe. Në tryezë u prezantuan studime dhe reflektime mbi rolin e shkrimtarëve shqiptar si mësues të kulturës gjuhësore dhe krijues të fjalës artistike.
Tradita shkrimore treshekullore në lëvirimin e shkrimit të gjuhës shqipe, e mbështetur në gjuhën popullore, dëshmon për një njësi gjuhësore, pavarësisht zhvillimeve divergjente brenda saj. Këto shkrime me karakteristika gjuhësore të veçanta, si dhe me funksione shoqërore të kufizuara, funksioni fetar ishte mbizotërues, i përkasin periudhës parakombëtare të gjuhës shqipe. Ky diskutim i hapur mes studiuesve, pedagogëve dhe studentëve është një tjetër dëshmi e angazhimit të Universitetit e Qrem Çabej për të promovuar vlerat e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe për të ndërtuar ura mes traditës dhe kërkimit bashkëkohor. Në teatrin Zinisako të Gjirokastrës u shfaq komedia E martuar me një të panjohur, një mbrëmje plot humor, energji dhe të qeshura. Në regjinë Aleksandër Kondit, aktorët sollën një interpretim të gjallë e plot ritëm, ndërsa publiku reagoi me duartrokitje të shumta. Një shfaqje që dëshmon se teatri mbetet vendi ku argëtimi dhe reflektimi ecin bashkë. Në teatrin Zinisako në Gjirokastër mbrëmjes së mërkurës u kthye në një fest humori. Në një sallë të mbushur, publiku qeshi, duartrokiti dhe u përfshi në çdo skenë të komedisë E martuar me një të panjohur. Vepra me autor të italianit Aldo De Benedetti u soll në skenë në regjinë Aleksandër Kondit dhe në interpretimin e aktorëve Erion Hinaj, Delinda Disha, Asiana Koka, Aleksandër Kondi, Ledia Çeli dhe Kosta Kreci, të cilët u vlerësuan për lojën plot ritëm, spontanitet dhe komunikim të ngrohtë me publikun. Pas shfaqjes, ata ndanë emocionet e një mbrëmje ku arti dhe i qeshura u bashkuan në mënyrën më të bukur. Premiera e sotme më solli shumë emocione, shumë kënaqësi. Unë e shkel për herë të parë me interpretimin e personazhit të Klotildës. Ishte një publik shumë i ngrohtë, më fali shumë të qeshura, kështu që uroj dhe shpresoj që Teatri i Gjirokastrës të bëjë bashkëpunime të tjera, të thrasë aktor edhe regjisor, sepse i bëjnë mirë edhe trupës, eksperiencë, por edhe teatrit qytetit. Mua ky ishte një rol ndryshe nga gjithë të tjerët. Unë për vete kam shijuar, kam provuar ndjesi që ndoshta në jetën tonë të përditshme nuk mund t'i provojmë, po skena e ka këtë fat, kështu që unë për vete e kam shijuar si aktore, por jam e bindur që edhe publiku e ka shijuar të gjithë skenën. Për regjisorin Aleksandër Kondi, komedia nuk është thjesht për të qeshur. Ajo sipas tij të bën të reflektosh për marrëdhëniet, për besimin dhe për mënyrën si ndonjëherë jeta luan rolet e veta me ne. Mendoj se shfaqja shkoi shumë mirë, aktorët ishin në nivelin e dur. Publiku e përtypi në mënyrë të mrekullueshme shfaqjen, u bë pjesë e shfaqjes dhe të gjitha të qeshura dhe duartrokitjet janë një kënaqësi për ne aktorët, të motivojnë kur të jenë në skenë dhe kuptojnë që shfaqja ndiqet nga publiku. Komedia E martuar me një të panjohur dëshmon se teatri vijon të mbetet një hapësirë e gjallë komunikimi me publikun, ku argëtimi dhe reflektimi ecin krah për krah. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.